kam respektin edhe mirënjohjen që keni gjetë kohë të vini në vendin tonë edhe sidomos në vendlindjen time, edhe pse një kohë të gjatë kam dalë nga këtu, jetojmë në Prishtinë, po si bashkëdhetar gjithmonë e kam dëshirën që të vi në vizitë në vendin tim, të shoh këto vende ku kam jetuar dhe mendoj gjithmonë mirë për vendin tim edhe jam interesu për shumë gjëra të mira për me bërë në këtë vend. Është e vërtetë edhe gjithmonë me të vërtetë ëndrat i shoh gjithmonë në fshatin tim edhe në vendlindjen time. Edhe pse nuk kam mbetë asnjë nga banorët shkak i kushteve, rrugës, rrymës, të gjitha kushteve jetësore që i përket një personi, po gjithmonë unë e kam mendimin përsëri që vdekja e ime të jetë këto. Është një kohë shumë e gjatë që nuk u punua asgjë se shkaki banorëve që janë shpërngulur, sidomos në Kamenic, Gjelan edhe Prishtinë, po në vendet gjithmonë gjithku ngati të Kosovës, sidomos edhe shumica janë në perëndim, edhe çdo njeri e ka këtë ëndër që herë kur do herë të kthehet këtu, të bëj diçka dhe të financoj diçka, që t'ja kthejmë jetesën e mëparshme në vendin tonë. Unë mendoj sipas premtimeve të kryetarit dhe qeverisë besoj që duhet me bërë diçka, kanë filluar në vitin e kaluar, kanë filluar për menemitim në rrugës, po tash pritet asfaltimi kur do ta bëjmë. Në qoftë që do ta bëjnë edhe asfaltimin dhe t'i ndreqin rrugët edhe në për mahallat ose në për fshatra tjerë, unë mendoj që ka shumë të interesuar të kthehen këtu dhe të financojnë dhe të çelin firma të ndryshme se ja vlen. Janë disa që ka dalin nga Gjelani dhe kanë ferma të ndryshme këtu edhe kanë pas edhe më herët sa kom dëgjua është edhe një fabrike ujit në fshatin Tërsten. Po kanë interes, njerëzit për më kthyer këtu kanë interes me gjithsesi, pa më parasysh kushteve, po sikur të ishte rruga, të ishin kushtet për jetesë, ai do të ishte edhe më bukur. A më thue më herët këtu, kishte shumë banor dhe mund të jetohej, derisa tash flitet që duken kulme shumë, por banor fare, asnjë tashmë nuk jeton këtu. Unë mendoj se është një kohë e gjatë në vitin 1993 kur jam shpërngul nga Desivojca. Tek deri në vitin 95, sipas informatave, ishin dikon afër 90 shtëpive me banor dhe dikon 850 banor e më shumë. Me që jeni jashtë, sikur të ndronte në aspektin pozitiv, infrastruktura, mundësia, rrethonat, më me qef do të jetoje në Prishtinë, Fushë Kosovë apo Gjetiu, në mjedis urban apo Kamenic e Gjelan, apo do ta bëje gjumin këtu? Unë gjithmonë mendoj që sidomos se shtëpia po duket që janë edhe të rrenume këtu bashkë unë ku kum lindë edhe prindit e mi, por jam i interesuar ashtu kështu të ndërtoj diçka. Kum pas konsulta edhe në Austri me disa austriak, se firma Tiroli unë ku jetoj ishte në Orlan, tek deri para 2 vite sa kam informata, po tash ndokot nuk është të funksionuar. Edhe unë jam interesuar kum bisedua me disa por mi prua këtu ja vlen se mund më bëha edhe vend turistik Desivojca, i ka të gjitha stinet që mund t'i shfrytëzosh, por problemi kryesor është rruga. Çfarë thot zemra juaj në këtë rast, në këtë moment kur jeni në oborrin tuaj, ku keni lindur dhe vjen të çmallesh dhe të kthehesh prapë? Kjo është me të vërtetë është një emocion shpirtëror që unë me dëshirë dal në këtë vend, sidomos 2-3 herë ose sa herë që të vjen nga Austria unë dalje vizitoj pak, po shkoj me një dëshirë që herë kur ndoshta do të pushoj këtu. Fshati Desivojc me rrethin ka resurse natyrore, ka burime tujt, ka gjitha të mira që janë, do me thonë, me blegtorisë, pyjet, edhe ka ofron gjitha të mira që mund të jetë për jetë. Po në mungesë të investimeve nga komuna, për shembull, dora e shtetit apo komunale, është sot në gjendjen që nuk është asnjë banor. Nuk kanë bë asnjë investim, s'kanë ofrue, do me thonë, infrastrukturën për jetë, që të kenë zhvillim apo diçka tjetër. Ku mundësit janë, zhvillohet, ka gjitha resurset që mund me jetu, edhe mund me shku para, do me thonë, po mungesë të kësaj është që sot janë
e braktisur. Në qoftë që bëhet rruga, dhe ndihet, ndihma e shtetit, apo e komunës, që të bëhet infrastruktura, për shembull, e rrymës, shembull, rruga me tjenë, besoj që ka me pos. Ka shumë nga ta, që janë të interesuar të investojnë këtu dhe të bojnë diçka. Me të vërtetë është një dhimbje e madhe, shkaki që sipas informatat në vitin 1995, ishin dikun 780 banor, 750-800 banor, me afër 90 shtëpi, po që ta është fati e ka desh që nuk është asnjë përpos që dalin në sezonën verore. Çfarë po bëhet që po braktisen fshatrat? Çdo njani, sidomos në fshatin të Sevojës, çdo njani ka atë mendim që herë dhe kur do herë të kthehen këtu, të qëndrojnë këtu, edhe mos t'i harrojnë traditat e vjetra dhe t'ju kujtohet të fëmijëria e tyre, sikur mua që më kujtohet gjithmonë se si e kun kaluar jetën këtu 30 vjeçar. Si pikë së pari kushtet e jetës ishin këtu, pika e parë është rruga që nuk është, edhe momentalisht nuk është absolut si duket e bukur, e mirë, por edhe rrugë anësore që i lidhin fshatrat, që i lidhin mahallat, siç është Desivoca me disa mahallat e veta, nuk janë as pak të kalueshme dhe për atë arsye njerëzit në fillim, sidomos para lufte, kanë ikë për kushtet jetësore, tashmë edhe kanë zonë vendet e tyre në Gjilan, kanë nicë Prishtinë më shumë, por edhe një pjesë e tyre janë në diasporë. Është shumë interesant i nderuar. Ashtu kështu unë kur vjen nga Austria ose kur udhtoj për Austri, kufinin më të afër e kam Mërdare, po gjithmonë u ngreh rruga e kthimit për vendlindjen time dhe dal në kufinin të Ellevi i Bardh. Dekterit të shkoj të Ellevi i Bardh, besoj me jetë e kam atë mendim, ha të kthehen atë dal një 5 minuta dekterit të xhamia sa do pak. Por kështu e ka dashur fati edhe jemi në Mergem, patjetër atje lypot puna, po mendja është gjithmonë herë dhe kur dhe herë të zonë një vend të sikur që kum pas atëherë. Problemi kryesor, sidomos në komunën e Kamenice, sidomos në fshatin tonë, rruga është problemi kryesor. Unë kam biseduar edhe me disa njerëz që i njoh në Austri, nga ona austriakëve, dhe kam biseduar për financime këtu në Desivojës, por është problemi të asfaltit. Sikur do të krijohej një mundësi për lëvizje këtu më të lehtë, besoni që mos ndoshta që të rikthehen, nuk po them të gjithë asnjëherë, por do të kthehen shumica atyre të cilët mund të jetojnë në kushte ekologjike të shëndetshme, të ushqehen në mënyrë të shëndetshme dhe ta jetojnë një jetë më të mirë sesa mjedis urban? Patjetër, se Desivoca i ka 4 stinë të shfrytëzueshme, edhe ashtu kështu tash është e parapame për më bë edhe brona në Desivojës, u mbledhsi në Desivojës. Po kryesore, financimi ishte një punë më e mirë që mund ta bëjnë si shteti, si pjesëmarrë nga Evropa ose na bashkëdhëtarët, që mundemi me shfrytëzu këtë pjesë 4 sezonat. Unë mendoj e bën ikona austriqe 20 vjet gati, veç unë mendoj që Alpet tona janë shumë më të mira, por vetëm se dojnë punë, më të përsosnë edhe puna e bën të vetën edhe e kthen nostalgjinë më hershme. Pa kur shka diskutimi, unë mendoj që po se shpesh edhe në fshatin të Sevojës tu kanë kthy disa familje, marrojnë vikendica, shtëpia pushuese, por vetëm se sezonin veror. Sezoni dimror është problem për të dalë.